Vrasja e pronarit grek të kampingut Trondit Mbesa, pasuria e tij vlen 30 milion euro, kishte dobësi të madhe për shqiptarin. Të tjera detaje kanë dalë në dritë për vrasjen e dy fish të 5 tetorit në Finikonda të Greqisë, ku ekzekutuan pronari kampingut dhe punëtori i tij shqiptar. Hetimet janë intensive, ndërsa oficerët dhe prokurorët kanë zbuluar detajet ronditëse. Dëshmia e Mbesës së 68 vjeçarit që u vras së bashku me kujdestarin e tij shqiptar në kampingun në Finikond është shokuese. Gruaja i përshkroi policisë karrierën e suksesshme profesionale të xhaxhait të saj dhe përshkroi karakterin e tij, duke thënë se disa vite më parë ky fundit e kishte akuzuar nipin e tij për vjedhje. Më vonë, sigurisht, siç thot ajo, marrëdhëniet e tyre u normalizuan. Unë jam Besa e viktimës, më konkretisht jam vajza e motrës së tij dhe erdha këtu sot për t'ju treguar atë që di për xhaxhain dhe jetën e tij, sepse dua që njerëzit që bën këtë dëm të kapen sa më shpejt jetë e mundur, që kur linda i kalova të gjitha verat e mia në Finikond me xhaxhain tim. Në moshën 18 vjeç u largova nga këtu dhe shkova në Athinë për të punuar në një bankë. Krijova familje dhe çdo verë vazhdoja të vizitoja Finikondën për pushime dhe të qëndroja në shtëpinë e xhaxhait tim Kostas, ka thënë gruaja në dëshminë e saj, raporton Prototema. Më pas, ajo i përshkroi policisë se si kishte diskutuar me xhaxhain e saj për rinovimin e një shtëpie, ndërsa e përshkruante atë si absolut dhe autoritar, i cili nuk ja linte asnjë miz shpatën dhe mbante arkën dhe ishte përgjegjës. Gjatë 3 viteve të fundit kam ardhur dhe kam qëndruar në shtëpinë stërgjyshore të nënës time, e cila është gjithashtu shtëpia stërgjyshore e xhaxhait tim Kostas, dhe kam zhvendosur gjithashtu disa nga gjërat e mia nga Athina në këtë shtëpi. Vitin e fundit kam ardhur shpesh këtu. Kështu që mund ta kuptoni se jam këtu pothuajse përgjithmonë. Në një moment diskutova me xhaxhain tim, me cilin kisha marrëdhënie të shkëlqyera, ai më donte si vajzën e tij dhe unë si babain tim. Dëshirën time për të rinovuar shtëpinë, të cilën TD, nipi i xhaxhait tim, ma kishte dhënë me një marrëveshje paraprake me nxitjen e tij. Çfarëdo që thoshte xhaxhai im bëhej, ai ishte absolut dhe autoritar dhe nuk ja linte asnjë miz shpatën. Ai mbante arkën dhe ishte përgjegjës, kështu që kur i tregova për rinovimin që doja të bëja, korikun e kaluar ai më tha: "Po më çmend, më le rehat." Dhe unë ju përgjigja se nëse ai do të vazhdonte me këtë sjellje, do të merrja gjërat e mia dhe do të largohesha. I thash gjithashtu ta nxirrte djalin tim nga kampingu, ku çdo ver punonte për xhaxhain tim Kostas dhe i jepte disa para. Sapo i thash këtë, ai më mbylli telefonin. Ishte e vetmja herë që u grindëm vërtet. Pronë me vlerë afërsisht 30 milion euro. Pastaj, duke ju referuar xhaxhait të saj, përshkroi atë duke rrëfyer detaje me rëndësi që ngren dyshime për një pistë të re, deri të pohimi i saj se xhaxhai kishte pasuri që vlen 30 milion euro. Xhaxhai im filloi pa para dhe sot ka një pasuri me vlerë rreth 30 milion euro. Ai ishte shumë i çuditshëm dhe meqense gjithmonë donte të bënte gjën e tij. Ata që vareshin prej tij duhet të bënin të gjitha nderet, sepse nëse nuk e bënin, ai mund t'i linte pa ushqim. I vetmi person që mund të qëndronte pranë xhaxhait tim ishte miku i tij dhe ndihmësi i tij, shqiptari, i cili gjithashtu humbi jetën. Ai kishte një dobësi të tmerrshme për të. Ai vdiste për të dhe jetonte për të. E vishte me rroba të shtrenjta, ai blinte një Mercedes dhe nga sa më kishte thënë xhaxhai im, përqindja më e madhe testamentit të tij do t'i shkonte BB. Nuk ishte një marrëdhënie të mirë me TD, nipin e xhaxhait tim. Pa e ditur arsyen, dhe kur e pyeta xhaxhain tim nëse ishte për trashëgimnin, ai më thoshte jo. Kishte një dobësi të çmendur për xhaxhain tim dhe kështu kishte edhe xhaxhai im për rrëfeu ajo. Lidhur me marrëdhënien e xhaxhait të saj me nipin e tij, i cili ishte i pranishëm në krim, ajo tha: "Lidhur me marrëdhënien e xhaxhait tim me nipin TD, për të cilin po më pyesni kohët e fundit, ka qenë shumë mirë. Megjithatë, rreth 4 vjet më parë ndodhi një vjedhje prej rreth 20.000 eurosh në shtëpinë që ai
më kishte dhënë për pushimet e verës në 2017 për 1 muaj e gjysmë për të qëndruar dhe ndërsa unë isha larg për 10 ditë në Athinë, ndodhi kjo vjedhje. Xhaxha im në atë kohë e akuzonte vazhdimisht të dën se kishte të bënte me këtë vjedhje dhe madje më kishte thënë se do të shkruante letra në të cilat do të shkruante se nëse i ndodhte diçka, do të mbante përgjegjës nipin. Ai kishte shumë frikë nga TD, sepse nëse i ndodhte diçka TD, do të merrte pjesën më të madhe të pronës. Megjithatë, pavarësisht të gjitha këtyre, në 2 ose 3 vitet e fundit të dy, ishin afruar përsëri, ka treguar ajo.